Kush është kundër Amerikës edhe nëse e ka proteston për pelikanin Kaqurrel ose për gypat gazit? Natyrisht, dëmonë... A është Amerika faktor? Ajo që ka ndodhë është, si determinuese është takimi në Barcelonë. Dëmonë Barcelona, ku Spanjolët jenë bo udhëhec ose kryeministri Spanjol, Sanchez, për me ndërtu koalicionin anti-Trump, ku Kurti ka qenë aty, në pjesë Mars, tregon vijën në cilën na jemi të vendosur. Më falë që ndërreva, ka qenë diçka për mobilitet nominalisht, ata ideja e mobilizimit progresist në botë, kjo tregon që na, në fakt, sepse është e vështirë, mi thonë, diku i anti-Amerikan në Kosovë, e me pranu diku që jem anti-Amerikan. Sidomos jo në momentin cilin jemi, po e vërteta është që këtu ka spokun nga pikpamja jem, ka jashtëzakonisht probleme të thella, të determinimit, sepse për neve nuk është më e rëndësishme kush është në shtëpinë e bardhë. Është Trumpi, është Bideni, është Obama, cili do që është, marrëdhënia strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për neve është determinuese. Tash, Kurti në mënyrë të heshtur ka arrit me prunë në momentin kur vendoset në pikpyetje aleanca ekonomike, nëse mund ta quajmë. Energjetike, definitivisht. Energjetike, se energjia pjesë e ekonomisë, nuk mundemi me diskutu. Por edhe sigurisë, jo vetëm. Ekonomia, energjia, siguria janë pjesë të integrume të një politike të jashtme që nuk mund është që mund të prejtu, sepse sidomos kjo ministra u tentu shumë me e ngushtu vetëm në ekonomi e menoj që duhet me sqaru që nuk është thjesht ekonomi. Çështja e bartjes së sistemit të gazit në Vlorë me termocentralin është tentimi për me dalë prej diskutimit. Nuk është çështje që e zgjidh problemin e marrëdhënieve, sepse del ambasadori amerikane para 2 dite ripërsërit çështjen e angazhimit Kosovës në furnizimin me LNG. Ne kemi të bëjmë këtu me një strategji arkitektur të re energjetike që e përcakton edhe kufirin e sigurisë. Serbia ka bo kalimin, domthonë i ka shpoll embargo jo Rusisë, edhe hyn marrëdhënie strategjike me Amerikën. Domthonë e ka përcaktu kufirin energjetik rrjedhimisht edhe të sigurisë, po natyrisht që komi bardh konsekuencat në fazat e ardhshme në raportin me Rusinë. Që po, realisht sepse e po që Putin e përdori prap çështjen e Kosovës për me arsyetu Krimin. Do të thotë ne jemi në një fluks të përgjithshëm ku nuk është hera e parë në histori që na kena udhëhec kryeneç që nuk i marrin për bazë lëvizje gjeopolitike edhe veprojnë sikur Kosova e ka bombën nukleare në tokë. Kjo është papërgjithësi totale. Unë e kom ngritë këtë çështje në momentin kur është aprovu strategjia e energjisë në para 4 viteve në parlament, që është gabim rruga në për cilin një të ecë. Gasifikimi i çmyrit është projekt fashist, sepse vetëm Hitleri ka tentu me bo atë punë në fushat e Gjermanisë në kohën kur ju ka ndërprej furnizimi tankave në Azerbejxhan, edhe s'ka pos kur sukses si projekt. Tash me tentu në 2026, në mjashit dikuj gasifikimin e çmyrit, te Obiliqi është projekt fashist. Po, sot, ideja kur ti tenton me po krejt zhurë marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çdo gjotë qitet në terren për me mujt me luftu edhe bojnë target e zgjedhin Janinën atje në Ferizaj për me bo kështu një pikado, ku gjuhën gjithë prej Amerikës këta që janë zhurmusit në Amerikë pro vetëvendosjes e deri në Norvegji ku s'ka lidhje fare me diskutimin për energji. Ka të bëj me tentimin për me mbulu drejt përcaktimin tonë që na në Barcelonë kemi thonë